Shtatori 2026. Muaji që mund të ndryshojë gjithçka. Fati, paratë dhe surprizat e mëdha për 12 shenjat. Shtatori nuk është thjesht një muaj i ri, është fillimi i një epoke të re që do të trondisë themelet e jetës suaj. Ndërsa yjet rreshtohen në një pozicion që nuk është parë prej dekadash, universi po përgatit një goditje bombastike që do të ndryshojë fatin, portofolin dhe zemrat tuaja. Harrojeni gjithçka që dini deri më tani, sepse energjia e këtij muaji është aq e fuqishme sa asnjë shenjë nuk do të mbetet e njëjtë. Kush do të preket nga mrekullia e papritur e parave? Cila zemër do të gjejë paqen pas tuhis? Dhe mbi të gjitha, cila shenjë do të ngjitet në fronin e fatit absolut? Sot, unë do të zbuloj kodin sekret të yjeve për çdo shenjë, duke nisur nga ato që do të kenë sfidat më të mëdha e deri te fituesit e padiskutueshëm të shtatorit. Bëhuni gati, sepse e ardhmja juaj nis tani. Peshqit. Shtatori vjen si një provë zjarri për ju, ku çdo lëvizje duhet matur mirë. Energjia e muajit kërkon që të lini pas ëndrat e kota dhe të fokusoheni te realiteti i ftohtë. Në punë mund të ndiheni sikur jeni në një udhëkryq, por mbani mend se çdo vonesë është një mbrojtje nga universi. Parat kërkojnë disiplinë, ndaj shmangni shpenzimet emocionale që mund t'ju dëmtojnë buxhetin. Në dashuri mund të ketë disa re të zeza, por vetëm për të nxjerrë në pa atë që është e vërtetë dhe e qëndrueshme. Shëndeti juaj kërkon vëmendje te qetësia mendore. Mos lejoni që stresi i të tjerëve të bëhet i juaj. Ky muaj ju mëson se si të ndërtoni mure mbrojtëse rreth ambicieve tuaja. Mos u dorëzoni nëse gjërat duken të ngadalta, sepse në fund të shtatorit do të kuptoni se kjo pauzë ishte e nevojshme për të rigjetur forcën tuaj të brendshme. Yjet ju këshillojnë të jeni vëzhgues, jo veprues të nxituar, sepse fitoria juaj këtë muaj vjen përmes mençurisë dhe jo forcës. Binjakët. Për ju binjak, shtatori do të jetë një slit emocionesh ku komunikimi do të jetë thika me dy teje. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm me fjalët që thoni në ambientin e punës, pasi një keqkuptim i vogël mund të kthehet në një pengesë të madhe për karrierën tuaj. Megjithatë, fati juaj financiar do të ketë një kthes interesante rreth mesit të muajit. Një mundësi e vjetër mund të rikthehet me një ofertë të re. Në dashuri, situata është paksa e tensionuar, por nëse tregoni sinqeritet, gjithçka do të stabilizohet. Shëndeti juaj lidhet drejt për drejt me sistemin nervor, ndaj gjeni kohë për të shkëputur nga teknologjia dhe për të shijuar natyrën. Ky është muaji ku duhet të zgjidhni me kujdes betejat tuaja dhe të mos shpenzoni energjinë në debate të kota. Nëse arrini të kontrolloni impulset tuaja, fundi i muajit do t'ju gjejë me një lajm shumë të mirë që lidhet me një dokument ose një udhëtim të rëndësishëm. Tregohuni diplomat dhe universi do t'ju shpërblejë me qetësinë që kërkoni. Shigjetari. Një horizont i ri po hapet para jush këtë shtator, duke sjellë mundësi që nuk duhen humbur. Ky muaj shënon fundin e një periudhe stagnimi, sidomos në sferën profesionale ku idetë tuaja inovative më në fund do të marrin vlerësimin që meritojnë. Financat do të pësojnë një rritje të ndjeshme, ndoshta përmes një bashkëpunimi të ri ose një projekti anësor që nis të lulëzojë. Megjithatë, kujdesuni që ky sukses të mos ju bëjë të pamenduar me shpenzimet. Kursimi është çelësi i sigurisë suaj afatgjatë. Në planin emocional, pasioni do të jetë i lartë, por duhet të keni kujdes nga xhelozia e tepërt që mund të prish harmoninë në çift. Shëndeti juaj kërkon më shumë lëvizje fizike dhe një dietë më të ekuilibruar për të përballuar energjinë e lartë të muajit. Ju po ecni drejt një transformimi rrënjësor dhe universi po ju shtyn të dilni nga zona e rehatisë. Çdo hap që hidhni tani do të ketë një impakt të madh në muajt pasardhës. Besoni te intuita juaj, pasi ajo do t'ju udhëheqë drejt vendimeve më fitimprurëse dhe lumturisë suaj. Dashi. Ky është momenti juaj për të shkëlqyer dhe për të marrë atë që ju takon me plot merit. Shtatori ju sjell një forcë të jashtëzakonshme për të mbyllur kapitujt e vjetër dhe për të nisur diçka të madhe në karrierë. Një ngritje në detyrë ose një ofertë e papritur pune do të jetë kulmi i javëve të dyta të muajit.
Parat do të rrjedhin më lehtësisht drejt jush, duke ju dhënë mundësinë të bëni atë investimin që keni planifikuar prej kohësh. Në dashuri, sharmi juaj do të jetë i paprejtueshëm, duke tërhequr vëmendjen e dikujt që mund të ndryshojë bot kuptimin tuaj. Sa i përket shëndetit, ndjeni plot jetë, por mos e teproni me ngarkesën fizike. Pushimi cilësor është po aq i rëndësishëm sa aktiviteti. Universi po punon në favorin tuaj, duke ju pastruar rrugën nga pengesat që ju kanë bllokuar deri dje. Ju jeni liderët e fatit tuaj këtë muaj dhe asgjë nuk mund t'ju ndalë nëse qëndroni të fokusuar. Shijoni çdo moment të këtij rrugëtimi triumfues, pasi suksesi është i garantuar në çdo front. Daforia. Ndjenjat tuaja do të jenë busulla që do t'ju orientojë drejt suksesit absolut gjatë gjithë këtij muaji intensiv. Shtatori vjen me një energji qetësuese që do të shërojë plagët e vjetra dhe do t'ju japë guximin për të kërkuar më shumë nga jeta. Në punë, kreativiteti juaj do të jetë në kulmin e tij, duke ju bërë të dalloheni në syrin e eprorëve apo partnerëve. Një fitim i papritur monetar mund të vijë nga burime që i kishit harruar, duke ju sjellë një frymëmarrje të nevojshme financiare. Dashuria do të jetë streha juaj më e ngrohtë, bisedat e sinqerta do të forcojnë lidhjet dhe do të zgjidhin çdo keqkuptim të mbetur pezull. Shëndeti juaj do të jetë i qëndrueshëm, sidomos nëse i kushtoni kohë meditimit ose aktiviteteve që ushqejnë shpirtin tuaj. Ky është muaji i korrjes së frutave që keni mbjellë me durim dhe dashuri gjatë gjithë vitit. Mos lejoni frikën t'ju mbaj prapa, sepse fati po ju buzëqesh sikur më parë. Jeni në mbrojtjen e yjeve dhe çdo dëshirë e juaja mund të bëhet realitet. Birgjeresha. Ju jeni protagonistët e vërtet të kësaj periudhe, ku çdo gjë rrotullohet rreth dëshirave dhe planeve tuaja ambicioze. Shtatori shënon ditëlindjen tuaj dhe bashkë me të, një fillim të ri të mbushur me prosperitet dhe fat të pashpjegueshëm. Në karrierë, projektet që keni nisur do të marrin një formë konkrete dhe suksesi do të jetë i dukshëm për të gjithë. Situata juaj financiare do të stabilizohet, duke ju lejuar të planifikoni blerje të rëndësishme që i keni dëshiruar prej kohësh. Dashuria do të sjellë momente magjike, ku romanca dhe mirëkuptimi do të jenë kryefjala e marrëdhënies suaj. Shëndeti do të jetë i shkëlqyer, por mos harroni të konsumoni shumë ujë dhe të flini mjaftueshëm për të mbajtur këtë ritëm. Ky muaj ju jep fuqinë për të kontrolluar çdo aspekt të jetës suaj me precizionin që vetëm ju e zotëroni. Universi po ju dhuron çelësat e suksesit, mjafton t'i përdorni me mençuri dhe vetbesim. Jeni në pikën më të lartë të energjisë suaj vjetore, ndaj shfrytëzojeni këtë kohë për të ndërtuar mrekullinë tuaj personale. Luani. Energjia juaj rrezatuese këtë muaj do të jetë magneti që do të tërheqë mundësi të arta në çdo sferë të jetës. Shtatori kërkon që të dilni në qendër të skenës dhe të tregoni aftësitë tuaja drejtuese, pasi sytë e të gjithëve do të jenë mbi ju. Në punë, një propozim i ri mund t'ju ndryshojë statusin tuaj aktual, duke ju sjellë autoritetin që keni kërkuar prej kohësh. Financat do të kenë një rritje të qëndrueshme, sidomos përmes investimeve që lidhen me teknologjinë ose komunikimin. Në dashuri, pritet një periudhë pasioni të zjarrt, ku sharmi juaj do të bëjë që çdo pengesë të shkrihet si dëbora në diell. Shëndeti juaj është i fortë, por kujdesuni për shpinën dhe qëndrimin tuaj gjatë orëve të gjata të punës. Ky muaj ju mëson se si të përdorni forcën tuaj pa krijuar konflikte me të tjerët rreth jush. Universi po ju hap dyert e një suksesi që do të zgjas gjatë, ndaj ecni me kokën lart. Çdo sfidë që do të hasni do të jetë vetëm një trampolin drejt triumfit tuaj të radhës. Peshorja. Një ekuilibër i ri po vendoset në jetën tuaj, duke sjellë paqen dhe stabilitetin që ju ka munguar kohët e fundit. Shtatori është muaji ku drejtësia do të vihet në vend, sidomos në çështjet ligjore apo profesionale që kanë mbetur pezull. Në zyrë, bashkëpunimet do të jenë çelësi i suksesit tuaj, ndaj mos hezitoni të ndani idetë tuaja me kolegët e besuar. Situata monetare do të përmirësohet ndjeshëm, duke ju dhënë mundësinë të shlyeni detyrimet dhe të filloni të kurseni për të ardhmen. Dashuria do të jetë e mbushur me ëmbëlsi dhe plane serioze për të ardhmen, duke e bërë lidhjen tuaj më të fortë se kurrë.
Shëndeti juaj kërkon më shumë vëmendje te veshkat dhe hidratimi, ndaj mos e neglizhoni konsumin e lëngjeve. Ju po hyni në një fazë ku bukuria dhe funksionaliteti bashkohen për të krijuar një jetë më cilësore. Universi po ju dhuron qetësinë e nevojshme për të marrë vendime të rëndësishme që do të përcaktojnë fundin e vitit. Besoni te procesi dhe gjithçka do të shkojë në vendin e vet. Akrepi. Sekretet e yjeve po zbulohen për ju këtë muaj, duke ju dhënë një forcë intuitive që do t'ju habis edhe juve. Shtatori është koha perfekte për të gërmuar thellë në ambicjet tuaja dhe për të nxjerrë në dritë projekte që kishit frikë t'i nisnin. Në karrierë do të keni një mbretësi të jashtëzakonshme për të pikasur mundësitë që të tjerët ja anashkalojnë, duke u bërë lider të padiskutueshëm. Financat tuaja do të pësojnë një rritje të papritur, ndoshta nga një trashëgimi ose një bonus i pamerituar deri tani. Dashuria do të jetë intensive, pothuajse mistike, ku lidhja shpirtërore do të jetë më e rëndësishme se ajo fizike. Shëndeti juaj kërkon detoksifikim, si fizik ashtu edhe emocional, për të lënë hapësirë për energjinë e re që po vjen. Ju jeni në një proces rilindjeje dhe asgjë nuk mund ta ndalë vrrullin tuaj drejt majave të suksesit. Ky muaj ju kërkon të jeni të guximshëm dhe të mos keni frikë nga ndryshimet rrënjësore. Fati juaj është i shkruar në yje dhe rezultatet do të jenë mahnitëse. Britsjapi. Puna juaj e palodhur më në fund do të marrë formën e një shpërblimi të madh që do t'ju ndryshojë jetën. Shtatori vjen me një strukturë të qartë për të gjitha planet tuaja, duke ju bërë më produktiv se asnjëherë tjetër më parë. Në ambientin profesional do të merrni vlerësimin e merituar nga eprorët, duke hapur rrugën për një rritje të konsiderueshme në përgjegjësi. Paratë do të jenë pika juaj e fortë këtë muaj, me hyrje të reja që vijnë nga investimet të mençura të së shkuarës. Në dashuri do të kërkoni stabilitet dhe besnikëri dhe universi do t'ju sjellë pikërisht personin që plotëson këto kritere. Shëndeti juaj është i mirë, por bëni kujdes me kyçet dhe kockat, veçanërisht nëse merreni me aktivitete të rënda fizike. Ju po ndërtoni një kështjellë të sigurt për të ardhmen tuaj dhe çdo tull që vendosni tani është e pathyeshme. Ky muaj ju jep durimin e nevojshëm për të pritur rezultatet e mëdha pa u nxituar. Jeni në rrugën e duhur drejt realizimit të ëndrrës suaj më të madhe. Ujori. Idetë tuaja vizionare do të jenë motori që do të lëvizë botën rreth jush gjatë gjithë këtij muaji fantastik. Shtatori ju sjell një liri të re veprimi, duke ju lejuar të thyeni rregullat e vjetra dhe të krijoni rrugën tuaj unike. Në punë do të jeni personi që do të zgjidh problemet më komplekse, duke fituar admirimin e të gjithë rrethit tuaj profesional. Financat do të jenë të luhatshme, por me tendencë rritjeje, ndaj tregoni të kujdesshëm me shpenzimet për gjëra që nuk ju duhen vërtet. Dashuria do t'ju surprizojë me takime të papritura që do të zgjojnë tek ju ndjenja që mendonit se ishin zbehur përgjithmonë. Shëndeti juaj lidhet me qarkullimin e gjakut, ndaj aktivitetet si ecja në natyrë do të jenë ilaçi më i mirë për ju. Ju jeni shenja e ndryshimit dhe ky muaj po ju jep platformën e duhur për të shpallur të vërtetat tuaja. Mos u mbani pas të shkuarës, pasi e ardhmja që po vjen është shumë më e ndritur. Universi po ju mbështet në çdo rebelim tuaj pozitiv. Demi. Toka nën këmbët tuaja po bëhet më e fortë se kurrë, duke ju ofruar sigurinë që keni kërkuar prej muajsh. Shtatori është koha kur projektet tuaja afatgjata do të fillojnë të japin frutat e para, duke ju sjellë një kënaqësi të thellë. Në karrierë, këmbëngulja juaj do të shpërblehet me një kontratë të re ose një bashkëpunim që premton fitime të mëdha monetare. Paratë do të jenë fokusi juaj kryesor dhe yjet premtojnë se do të keni një nuhatje të shkëlqyer për investimet fitimprurëse. Në dashuri, besimi do të jetë shtylla e marrëdhënies suaj, duke krijuar një atmosferë harmonike dhe shumë mbështetëse në shtëpinë tuaj. Shëndeti juaj është i qëndrueshëm, por mos harroni të shijoni kënaqësitë e vogla të jetës si një ushqim i mirë apo një masazh. Ju po korrni atë që keni mbjellë me aq shumë djers dhe përkushtim gjatë pjesës së parë të vitit. Ky muaj ju dhuron bollkun që meritoni, ndaj hapni duart për ta pranuar atë me mirënjohje. Jeni në një fazë lulëzimi që sapo ka filluar të shfaqë forcën e saj.
Nëse ky parashikim të ndihmoi ose mendon se mesazhi lidhet me ty, mos harro ta mbështesësh videon duke vendosur një like. Shkruaj në koment fjalën shtatori nëse beson se shtatori po të afron me një ndryshim të rëndësishëm dhe na trego edhe shenjën tënde. Bëj subscribe në kanalin Zëri i Universit dhe aktivizo njoftimet për të mos humbur asnjë parashikim. Gjithashtu, shpërndaj këtë video me dikë që mendon se ka nevojë ta dëgjojë këtë mesazh.